Inspektoriati Shtetëror I Punës në Gjirokastër ka intensifikuar gjatë kësaj periudhe fushatat ndërgjegjësuese dhe monitoruese në subjekte të ndryshme të qarkut. Vëmendja kryesore është përqendruar te sektori I ndërtimit, një nga fushat me risk më të lartë për aksidente në punë. Qëllimi I këtyre aktiviteteve është rritja e ndërgjegjësimit si te punëdhënësit ashtu edhe te punëmarrësit për zbatimin e masave të sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit në vendin e punës. Fushata kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të punëdhënësve dhe punëmarrësve mbi rëndësinë e zbatimit të masave të sigurisë dhe përdorimit të pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës. Pajisjet mbrojtëse individuale janë garantuesi I integritetit fizik të punëmarrësve, ju garanton atyre sigurinë në punë dhe përdorimi I tyre është thelbësor për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit në vendin e punës. Pajisjet mbrojtëse duhet jenë të përshtatshme për natyrën e punës dhe të kombinohen si duhet për të siguruar një mbrojtje efektive dhe të sigurt. Përdorimi I tyre është I domosdoshëm, sidomos në sektore si ndërtimi, infrastruktura dhe rrugët, ku lëvizja e mjeteve dhe intensiteti I punës është shumë I lartë. Janë inspektuar në terren gjithsej 31 subjekte, nga të cilat 14 subjekte kanë qenë kryesore dhe 17 nën kontraktor. Gjithashtu në këto subjekte janë shpërndar postera, problematikat janë evidentuar të tëra dhe gjatë muajve në vijim do vazhdohet me kontrollin e këtyre mangësive. Inspektimet dhe fushatat do të vijojnë edhe në muajt në vazhdim me fokus respektimin e legjislacionit të punës, garantimin e kushteve të sigurta për punonjësit dhe parandalimin e rasteve që mund të rrezikojnë jetën dhe shëndetin e tyre gjatë procesit të punës.